ne jemi përpara Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për dorëzuar një peticion përmes të cilit kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme të çfarëdo lloj punimi në burgun e Spaqit. Ky peticion i hartuar në gjendje të jashtëzakonshme, të shkaktuar nga ndërhyrja e papritur, e pakoordinuar dhe amatoreske e Institutit Kombëtar për Mbrojtjen e Kulturës, bëri që 35 organizata dhe më shumë se 700 qytetarë të firmosin vetëm për 6 ditë këtë peticion. Shteti shqiptar është i detyruar të dëgjojë të gjithë grupet, të ndalojë punimet, sepse ky projekt ka dhënë prova në terren dhe në letër që nuk është projekti i duhur për Spaqin. Jemi në fazën akoma të konservimit, jo të restaurimit. Për të gjithë ata që akuzojnë aktivistët se po duan të punojnë kundër projektit, ju kujtojmë se jemi në fazën e konservimit dhe projekti i bërë i aprovuar është i gabuar.